Faleminderit zonja Sara. E flasim pak fillimisht se çfarë është në të vërtetë psikoterapia. Po, nëse e shohim në përgjithësi, psikoterapia është është një diçka e cila në pikpamje të parë shifet si diçka që është e ndërlidhur me probleme. Mirë po, realisht nuk është e ndërlidhur vetëm me probleme, po është e ndërlidhur me jetën e përditshme, do të thënë me atë që na ndodh, si ta menaxhojmë, si të jemi autentik, të jemi ne vetvetja, dhe si të mund të menaxhojmë emocionet tona, sjelljen tonë në situata të caktuara, do të thënë diçka që na ndihmon të jetojmë në mënyrë më kualitative, do të thënë diçka që na mundson rrugtimin ton drejt shëndetit mendor me kualitet më të lartë.